Toni, je një djalë Flori edhe fëmijët e tu janë krenar me ty. Okej. A ki pas shumë komente të tilla? Po, fiksu, 90% komente disa nga banorët aty mrenda gjithmonë e kanë thonë që Toni është djalë Flori. Tash unë e kom jap atë vetën, më këshyrë edhe më kon vetja sa më shumë, qaj që më kon big, bile dhe ka funi, qaj është Toni real në jetën e përditshme. Edhe ti po thu Toni. Po, ma ka ndru pak. Po i ndryshojmë edhe komente tjera i kemi këtu? Okej. A pe lexon atje të parën ose zgjedh ti? Unë dhe kisha thëmë zgjedh ti një. Hajde po shkojmë me komentin nga Angel. Okej. E dua një mashkull në jetën time si Toni. Është Toni i hapur për lidhje? Toni është single, për ndryshe, nuk jam lidhje, kështu që mund është më shenu në Instagram. Nuk e dia e lexoj me njëherë dhe ka shumë komente, po unë pe vlerësoj si koment. Normal që njërin djetë mirë, por ta merr një koment pozitiv që thotë du një jetën tam dikush si kur Toni. Besoj që unë e kom dhom atë ratësin që më mja dhom një siguri femrës. Kështu që do të thotë mirë i ki punt. Për mua është shumë pozitive. Hajde, pe lexojmë edhe ndonjë tjetër me spec. Që kjo ka e pak i gjatë. Okej. Nëse më ndihmon pak me lexu se... O, more djalë, vetës ja bune, je kon shumë i mirë brenda edhe për mendimin tem kishe mbri deri në fund finales, mos kishe dasht mu tregu playboy. Me tregu drejt, mus mu ka besu edhe nuk më besot hala që ti ke fëmi, se gjestet edhe mentaliteti jotë janë shumë fëminor. Edhe Benita, Zena, femra më ullt në krejt ruzullin toksor. Ja ke hu ftyrën familjes dhe vetës. Ma nivel i lartë është bia se Benita. Ta është janë një pyetje me 4 pyetje. Shuna mu përgjigjën. Te pjesa Playboy... është një koment, zdo me thonë nëse thjesht zdo me ja përgjigje sa shumë... Mu i me dhomë. Te pjesa Playboy u kom pjesë e lojës. Normal që unë kom hi aty me këtë loj, kur në gjdo reality show, është një personazh që mund të mu pëlqyte agjenta feminine, kështu që unë e kom pas atë pjesë lojës, normal që e kom lujt pak Don Juani, mu i me thomë në atë pjesë. Të pëlqen do të thot ai rol pak? Po ai më shkon në ai rol zakonisht, se di që e kam shritin e zi për këtë punë, kështu që unë jam shumë pro kësaj loje, po mos me dalë jashtë korniza. Kurse të pjesa të mentaliteti minor, nuk besoj që gjeste mi janë kont minor, janë kont do momente se edhe që kemi bo batuta sene, ato në ashtë e nduk, karakteri jam nuk është minor. Edhe të pjesa tjetër, Benita është femra me ullë,